Dita e dytë e kryeministrit Edi Rama në Athinë nisi me një takim me kreun e qeverisë greke, Kyriakos Mitsotakis. Shefi ekzekutivit të Shqipërisë u prit nga homologu grek në pallatin qeveritar Maksimos në takimin kok më kok, që zgjati për 40 minuta. Detajet e bisedës mes dy liderëve u dhanë nga vetë Rama, i cili me anë të një postimi në rrjetin social Facebook tha se Tirana dhe Athina po punojnë për zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Me kryeministrin e Greqisë Kyriakos Mitsotakis na lidh një misi e posaçme e farkëtuar në rrugën e përbashkët të ambicjes për të modernizuar vendet tona dhe për të ngritur marrëdhëniet shqiptaro-greke në një nivel të ri. Përgjatë kësaj rruge jo vetëm momentet më të mira, por edhe ato më të vështirat janë karakterizuar gjithnjë nga komunikimi plot respekt e padorashka, ndërkohë që po punojmë për kapërcimin përfundimtar të të gjitha çështjeve të mbartura mes dy shteteve për të dalë nga ky vit me një marrëveshje të re partneriteti strategjik. Ndër çështjet e mbartura mes dy vendeve është përcaktimi i kufive detar, për të cilët palët kanë rënë dakord për t'u drejtuar gjykatës ndërkombëtare. Tirana dhe Athina do t'i paraqesin argumentet e tyre në gjykatë, ndërsa është krijuar dhe një ekip i posaçëm për të evidentuar problematikat që kanë të bëjnë me të drejtën e detit. Gjithashtu, kryeministri Edi Rama po merr pjesë në punimet e Forumit Ekonomik të Delfit, një platformë ndërkombëtare niveli të lartë, që çdo vit bën bashk lider politik, përfaqësues të biznesit, akademik dhe ekspert nga gjithë bota. Gjatë punimeve të forumit në një ceremoni të veçantë, do të nënshkruhet dhe memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet korporatës shqiptare të investimeve dhe korporatës greke të aseteve.